Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Shtëpia e Bardhë, amerikanët tashmë po shohin rezultatet e tarifave të Trumpit. Ndërkohë në qytetet e Evropës kishte protesta kundër presidentit amerikan dhe këshilltarit të tij 3 ditë pasi Donald Trump zbuloi tarifat globale. Shtëpia e Bardhë njoftoi në X se amerikanët tashmë po i ndjejnë efektet e pozitave të tarifave. Sipas deklaratës, kompanitë e mëdha si Nissan, General Motors dhe Ford ju përgjigjen politikës së re tregtare duke ruajtur vendet e punës dhe duke rritur prodhimin në Shtetet e Bashkuara. Amerikanët po shohin tashmë rezultatet e para të deklaratës së guximshme të presidentit Donald Trump në fillim të kësaj jave, se ditët e dorëzimit ekonomik kanë përfunduar. Nissan ka njoftuar se do mbajë 2 turne në fabrikën e saj të prodhimit në Tennessee, duke anulluar një plan të mëparshëm për të eliminuar një ndrrim. General Motors ka njoftuar se do të rrisë prodhimin e kamioneve në fabrikën e saj në Indiana. Kompania Ford Motors dhe Stellantis kanë njoftuar se do t'i ofrojnë klientëve amerikanë çmimin e automjeteve sipas kushteve të punonjësve, duke u mundësuar kursime të konsiderueshme në modelet e reja. Për më tepër, $triliona me investime janë shpallur javët e fundit, ndërsa kompanitë në mbar botën parashikojnë tarifat e Trumpit, të cilat në fund të fundit përfitojnë popullin amerikan. Administrata Trump ka siguruar më shumë investime private në 11 javët e para të saj se sa administrata Biden në gjithë mandatin e saj të parë, duke mos përfshirë $triliona investime nga qeveritë e huaja, thuhet në deklaratë. Ndërkohë qytetet anë Evropës protestuan kundër Donald Trump dhe Elon Musk në Frankfurt. Grupi demokrat i jashtë vendit, organizatat zyrtare të Partisë Demokratike për qytetarët amerikanë që jetojnë jashtë, organizoi hands out dhe protestat të tilla në Berlin jashtë një ekspozite veturësh Tesla. Protestuesit mbanin pankarta që u bënin thirrje amerikanëve që jetojnë në Gjermani të protestojnë për t'i dhënë fund kaosit në shtëpi. Anëtarët e grupit demokrat jashtë vendit kërkuan tërheqjen e presidentit amerikan me pankartat ku thuaj vendos demokracinë larg duhet nga të dhënat tona personale dhe bota është e lodhur nga marrazitë tua, Donald largohu. Sloganet drejtuar Musk si #Elon askush nuk votoi për ty u pan gjatë protestës në Berlin. Protestat kundër Elon Musk dhe Donald Trump kishte edhe në Lisbonë. Në Paris 200 njerëz, kryesisht amerikanë, u mblodhën në Place de la République për të protestuar. Disa mbajtën fjalime duke hequr dorë nga presidenti, duke valvitur pankarta ku shkruhet "Rezistoni Tiranit, sundimi i ligjit, feministët për lirinë, jo për fashizmin dhe shpëtoni demokracinë". Protestat kundër Trump dhe Musk u mbajtën në qytete të tjera evropiane duke përfshirë Londrën, ku disa qindra njerëz u mblodhën në sheshin Trafalgar me pankarta "Amerikan krenari turpëruar". Njerëzit brorisnin larg duart nga Kanadaja, larg duart nga Gronlanda, larg duart nga Ukraina, ndërsa dëgjonin fjalime që kritikonin Trump. Tarifat bazë të Trumpit për 10% të produkteve nga pothuajse çdo vend në botë hyn në fuqi. Tarifat me më shumë të lata kundër atyre që Trumpi ka quajtur shkelësit më këqij si një normë prej 20% deri në 34% do të hynë në fuqi më 9 prill. Një tarif prej 25% për gjithë makinat e huaja të importuara hyrin fuqi të njëjtën. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent parashikon se Shtetet e Bashkuara mund të mbledhin 300 deri $600 miliardë në vit nga tarifat. Fillimisht ne do të kemi të ardhurat konsiderueshme nga tarifat, më pas të ardhurat nga fabrikat, nga tatimi mbi të ardhurat nga gjitha vendet e punës që do rriten, kështu që ne do fitojmë ato brenda vendit me uljen e tarifave, tha Bessent për mediat amerikane.